Ka thënë pejgamberi sasem, paramendoni tunet me sahabe, do të hynë tash një njeri nga banorët e xhenetit. Edhe sahabët nuk kanë pas mall më të madh se me pa dikon në xhenet, nga se këta kanë pas brengët më të madh si të përfundojnë në xhenet. Kur është futur një njeri i vjetër, apo duke i pikur mjeka nga abdesi, thanë, po, qka ka bo këj njeri? Kam paramenu, kush e di kush do të futet tash? Si të qoftë përfundaj ai, të bim të nesërmen, prap Muhamedi s.a.s. së bashku më shokët e tij, tha, prap do të hynë të ju një njeri nga banorët e xhenetit. Dhe këta presin kësaj radhe që befasia të përfundan tash, u befasum një ditë, po tash radhe me siguri është dikush tjetër. Prap i njëjti njeri atë. 3 ditë me radhë kështu. E tash provokimi i madh ishte kjo. Abdullah ibn Amr ibn As nuk u durua. E përcolli njeriu ndër te shtëpia dhe tha, "O, më fal, po e kam një mos pajtim me babën. Një 3 ditë duhet me bujt dikun tjetër nga se s'mojmë të shkoj në shtëpi. Kam pak konflikt me të, kalan, a më pranon musafirët e ti?" Po si jo mëra, 3 ditë me bujt, pse jo? Ai nuk e kishte me bujt, shiko, donte me pa çka bën ky njeri vëllai. Ka se pejgamberi më thash në xhenet. E po në xhenet është. E po unë dua ti më shku, çka bën ky njeri? Kur ndajti me ta, qëndroj me të, pa i nuk fale diçka posaçëm natën. Fale nga pak natën, bën të dhikër, kur rrotullojnë në shtrat, përmend Allahun, po nuk ishte kjo diçka që e ngopte apetitin e Amr ibn Asit, e Abdullah, nga ata pritin këto gjëra për to ishin të përditshme, por neve do duke kjo adhuruesi më i madh. Po për ta ishte standard normal, kjo nuk ishte diçka e posaçme. Pas 3 ditë kur e pasë ky s'bën asgjë diçka të madhe, tha, "Oj, unë as nuk kam fjalos me babën tim, as kam problem familje, jam shumë rregull, alhamdulillah. Por e kam dëgjuar për gëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se je nga banorët e xhenetit, e desha me pa çfarë po bën, po ti nuk ishe i posaçëm, nuk ishe i veçantë për neve." Andaj i tha, "Në cilën vepër shpreson ti që e ka ndërtu për gëzimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Allah i tha, "Nuk din çfarë vepër, por një gjë di për vendime. Kur të bi të flaj, apo bi i shkarkuar nga zilia dhe urrejta nga çdo muslim, për çdo musliman, dhe gjithashtu u afali të gjithë atyre që më kanë shkaktu probleme dhe shqetësime dhe flej rahat. Do thotë nuk kam problem me kërkon për njerëzit. As nuk i ofendoj, po kush më ofendon ja bëj halal, rahat, nuk e ngarkoj vetën si komja, kthy e si të hakmirën, nuk jetoj me dëshirën e hakmarrjes, e azilis, jam shumë i qetë shpirtërisht. E tha që e kja, për këtë, a është vështirë? Po është vështirë për neve që kemi i natë. Apo që na një alon të ashtë kjo, për pasaj dhja, po falë Allah, që Allah me të falë ty, na kemi i natë, i cili shpesh herë në mundje me besimin, e mund besimin e thëmë. E nga një besimin e te, duhet besimin e zemër ato në mbetet i pa më poshtë. Edhe i natë duhet me më poshtë, edhe duhet me më poshtë adetin, po jam mësu kështë të hoqëne, e po që mësohu besimin të që mësën, për qëfar e ke besimin për në zemër?